Lutje për mirësitë e Allahut. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakhir. O Zoti im, unë jam shumë i nevojshëm për çfarë do mirësie që më jep. Kjo lutje që ka përmendur pra krijuesi ynë Allahu i Madhërisëm në Kur'anin famlar është prej lutjeve të pejgamberit Musa alayhis salam, për cilin flitet shumë pra në librin e Allahut. Gjë që tregon për rëndësinë e atyre tregimeve dhe njëherë është një thirrje për një përkujdes më të madh për ta, duke kuptuar, studiuar, duke pyetur e kërkuar rreth tyre. Në to ka shumë mirësi e dobi që përmirësojnë gjendjen e njeriut në këtë botë dhe në ahiret. Komentatorët e Kuranit kanë përmendur se Musa alayhis salam kur u lodh në rrugtim u largua nga familja e tij e ka ploj uria e madhe, nuk kishte me vete ushqim e dinte se ku e kishte qëllimin, se ku është rrugdalja. E kuptoi se ikja vetëm është tek Allahu i madhëruar, i cili u kujdes për të që në veçëli e deri në atë moment ai e njohi Allahun edhe kur ishte në rehati, kështu Zoti e ndihmoi në vështirësi. E Musa ju drejtua në lutje me fjalë më të buta. Fjala e tij: O Zoti, unë jam shumë i nevojshëm për çfarë do mirësie që më jep. I përmendi Allahut gjendjen e tij me fjalët dhe shprehjet më të buta që përmban kërkim nga Allahu që t'i jep nga mirësia, që është një prej lutjeve më të mëdha dhe më të bekuara, pasi që në të vihet në pa edukata e mirë dhe kërkesa e madhe. Sikur ai të thotë: O Zoti im, atë që ti mua më ke zbritur prej dhuntive, pasurive e mirësive, unë jam shumë nevojtar që të më furnizosh, ti dhe askush tjetër posa teje. Kjo lutje prej tij ishte lutje e një lutësi dertli, e që lutja e një rasti është më e bukur se lutja e thjesht me fjalë të shprehura. Ashtu si Allahu i madhëruar dëshiron që robi i tij ta lutë atë me emra, atribute, dhuntitë e tij të përgjithshme dhe ato të veçanta. Ai njëkohësisht dëshiron që njeriu të lutet me dobësinë e tij, pa aftësinë, nevojën, pa mundësinë që të arrijë e mira e tij, e të largon çdo dëm nga vetja e tij, nga se këtu shfaqet përulësia dhe varfëria dhe nevoja për Zotin e madhëruar. Libri i Allahut përmban shumë lloje të mënyrës lutjeve dhe të kërkimit, ndonjëherë lutja është në formë kërkese. O Zoti, me të vërtetë më janë dobësuar eshtrat, e koka më është zbardhur nga pleqëria, e lutja ime ty nuk ka mbet kurrë pa u pranuar. Surja Maryam ajeti 4. Njëjtë sikur fjala e Allahut për Ejubin alayhis salam, dhe kujtoi Ejubin kur ju lut Zotit e vet: mua më ka goditur mjerimi, e ti e më i mëshirshmi prej mëshiruesve. Surja Anbiya 83. Robi i mirë që ndjek rrugën e pejgamberëve është mirë që të merr për shembull ata, e ti merr shembujt e tyre dhe traditat e tyre edhe në lutje. Këta janë ata pejgamberët e përmendur, të cilët Zoti ka udhëzuar në rrugën e drejtë. Andaj dhe ti o Muhammed ndiqe rrugën e tyre. Surja El-An'am ajeti 90. Kështu që krijesa e Zotit bashkon mes këtyre lutjeve të lartë përmendura në kërkesat dhe dëshirat e tij, pasi që Musa alayhis salam ju lut Allahut për mirësi në formë të gjendjes që ishte. Është vërtetuar nga i dërguari jon sallallahu alaihi wasallam se ai është lutur në formë të kërkesës, siç qëndron në hadithin madhështor ku i dërguari sallallahu alaihi wasallam i tha bashortës së tij Aishës radhiyallahu anha: përdor lutje kuptim plota, o Allahu im, unë kërkoj prej te gjithë të mira dhe kërkoj mbrojtjen tënde nga çdo e keq. Në një transmetim tjetër, përdor lutjet gjithëpërfshirëse e kuptim plot. Kjo lutje ngërthen në vete shumë dobi prej tyre. Të ankohesh tek Allahu nuk nënkupton mosdurim, por është nga imani i plot në Allahun e madhëruar dhe pajtueshmëri me caktimin e tij. Lutësi duhet që ta lutë Allahun me çdo lloj lutje të lejuar, nga se kjo është prej adhurimeve që i do Allahu. Lejueshmëria e kërkimit të mbrojtjes nga varfëria është një prej suneteve të pejgamberit. Një prej lutjeve të pejgamberit Muhammed alayhis salam ishte: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr. O Zot, më ruaj nga mohimi yt dhe varfëria. O Allah im, unë kërkoj mbrojtjen tënde nga varfëria, nga mangësia, nga poshtrimi, dhe kërkoj mbrojtjen tënde të mos i bëj zullum do kujt apo të më bëhet mua zullum.